ti që ki WhatsApp, apo dush për shembull me ditë për shembull nëse dikush vendos një foto në story në WhatsApp dhe ti dush me këshyr e mos me të po ai ti që ke këshyr foton në story. Unë ta shtregoj se shka duhet me vepru për mos me të po ai që ti ja ke këshyr story. Banë ti ma inteligjent se ai që të pret ti me ja këshyr story ti këshyrja po ai mos ta din. Mos harroni bane foto ruaj videon, çajraj shokët, shpërndoni sa të mundi son shumë interesant. Ti që se ke ditë, mos u e ke ditë, po çaj ati që se ka ditë. Çure videon. Çure njerëz, shkon te WhatsApp-i, edhe shkon kom poshtë në çështë Instagram settings, edhe lypi për shembull kush unë datën shot, ku ke dryni, klikon te dryni dhe shkon te poshtë, që ku kjo me Gjelbert, Leseb, e klikoni këto e nalni, edhe ja këshyr dikun storyn ti, edhe ai nuk e din që ti ja ke pas storyn. Ti që se ke ditë, mos e ke ditë po këshyre videon. Ti që se ke ditë, këshyre videon edhe bane, se janë shumë interesant. Po ti që pëllu kum ditë, ti e ke harru, po çaj ati që se ka ditë. Mësë rani, bani follow videon edhe shpërndane rune, këshyre 2 herë 3 ta kupton edhe e ban. Ciao ciao!